Shkojmë tani në Prishtinë për të lidhur direkt me kolegen Leonita Bajrami. Sot duhet kishin nisur konsultimet e presidentes Osmani me partitë e opozitës për krijimin e qeverisë së re, por kjo gjë nuk po ndodh. Leonita, të përshëndes, ku ndodhet presidentja? Përshëndetje edhe për juve, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tani e cila është aktivizuar pasi dështoi formimi i qeverisë ditën e djeshme nga ana e lëvizjes vetëvendosje, do duhej që të ftonte sa më parë në takim partitë politike në mënyrë që të konsultoheshin nëse do duhej të mandatonte një parti tjetër për formimin e qeverisë, ndonse ka 10 ditë kohë. Ajo aktualisht ndodhet në vizitë zyrtare në Riyadh pra në lindjen e mesme. Megjithatë, siç e përmenda, ka 10 ditë kohë në mënyrë që të mandatoj dikë tjetër, por disponimi i partive politike, sidomos aty në opozitare, është që do t'i thonë jo presidentës sa i përket provës së dytë për formimin e qeverisë. Kjo do të lënte hapësirë që të mos shkohej në afatet e tjera kushtetuese për formim të ekzekutivit, por të procedohet sa më shpejt me zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të cilat sipas llogaritjeve të afateve kohore mund të caktohen më 30 nëntor, 7 dhjetor ose 14 dhjetor. Ishim direkt nga Prishtina me Leonita Bajrami.